friends, welcome back and happy Tuesday. Today is January 6. Ja ku jam I këtu dhe po fillojmë një video tjetër. Shiko, është ditë, në fakt është ditë, por është shumë vronë. Vendi po kalon në një situatë shumë të keqe, moti, emergjence, shi shumë, gjitha anët është uji, ka marrë edhe vërshime shumë dhe shiko se sa vranët është jashtë, që tash do t'ju tregoj, ta hap edhe dritarën për ta pa se sa vranët është jashtë. Asnjëherë në jetën time nuk kam pa kështu, është ora herët, por është shumë vranë dhe është natë. Është natë nga vrandësia. Ne do dalim, do t'ju tregoj edhe do të shkojmë të marrim edhe dy tjera, another që si për me vendosën. Një do ta vendos këtu, një do ta vendos tash po vendos edhe një qëtu për me vendos, për shkak se po rrim bukur edhe qëtu. Çfarë t'ju tregoj edhe qëtu se si po rrim, por duhet ta dhezim dritën. Së pari do t'ju tregoj jashtë, po dalim dhe pastaj. Jashtë është një katastrofë, është një emergjencë e cila është nga shiu dhe nga vrandësirat, nga stuhia e cila ka ardhur këtu për momentin dhe është shumë. Tani po dalim jashtë dhe të shohim se si do t'ja bëjmë. Një moti vranët I keq dhe shiko se shiu si qa ka bërë. Tani ma nuk është ka bjen shi, por shiko dielli që po munohet të dalë, por nuk ka forcë për shkak të rreve shumë dhe shiko si është e gjitha me ujë. Dhe ne kemi veshur kështu. Okej. Ja, se si po munohet të del dielli. Shiko, ka bërë një dëm. Duhet të ikim dhe kemi ikur brenda dhe më nuk do të dalim jashtë për shkak të emergjencës e cila është shiu, mund të ketë vërshime edhe në qytetin tim, kështu që ishim jashtë edhe another 2 more kështu edhe po du me vendosën qëtu edhe të pa hapi dritën tani edhe për shkak se jashtë është bërë ter, du me vendos një qëtu qështot dhe një e kam vendosën jashtë tani më, kam marrë një kohë gjatë, shiko se si është këtu, hallakam, shiko se si është këtu, hallakam, edhe ka akoma qështot, kështot, por të shohim se gjatë të bërë. Shiko, unë e kam lënë këto këtu, I kam lënë ato atje, e kam lënë këto këtu, në fakt tani po du mi largu të gjitha për shkak se më nuk guxojmë të dalim jashtë për shkak të emergjencës që është jashtë, moti është shumë I keq, duhet I largojmë menjëherë këto gjëra edhe qëto më kanë mbetur. Këtu pa u larguar për momentin, edhe qëto po du me largu, edhe qëto po du me vendosën tek dritarja, qështot, edhe katastrofë është këtu, ta pastrojmë. Situatë kaotike, emergjente, pas stuhisë, e cila edhe nuk ka water, nuk ka ujë, nuk ka as ujë, për shkak se e kanë ndarë dhe ja ku kemi 2 copa këtu, jashtë është emergjencë dhe është stuhi e fortë dhe një situatë e keqe. Përmbytje dhe shija dhe lart në qiell është murmurima dhe situatë shumë e keqe. Shiko, emergjencë.
shi I madh gjithandej. Dhe gjithka është ujë. Shiko. Edhe po murmuron me Januari. Kështu që shumë situata e keqe. Shiko. Një situatë emergjente, kaotike, frike, për përmbytje, ka kapluar gjithë vendin dhe gjithë tokën tonë të cilën jetojmë to, kështu që të shohim situatat se si janë, çka janë dhe se sa dëme do të bëj. Shiu pa u ndalur, po bjen një stuhi e fortë e cila po kalon për mbi vendin tonë. Nuk e di se si do të ndodhë dhe çka do të ndodhë. Kështu që emergjenca dhe paciencë. Akoma I kam këto dyja këtu, unë tani... Ue! Që ka drita të dhe? Wow! Drita të reja! Këtu qëria... Oh! Edhe lapa! Oh. Me gusta guarduye. Aprimir. Okay, finally. Uje, ja kështu dhe ja kemi uje. Ka ardhur, më në fund gjithçka është qetësuar si duket, jashtë dhe ja ku jemi këtu. Ja, ku I kam lënë sot këtu, nuk mujta mi qitën as këtu e as aty, por I kam bërë do shenja, shiko një shenjë është atje, se ku do ta vendos atë baskin aty, por një për njerë I kam lënë qështu, edhe nuk mujta. Tomorrow, maybe I qes edhe pastaj ju kallëzë, ja ku janë edhe këtu të cilë nuk ka mujtë mi dërgu për shkak të motit të ligë të cilë nuk kemi guxu të livrit. Por për momentin është gjithçka qetë, shi nuk po bja dhe unë kam bërë gati për me flajt. Okej, ja ku janë tani, sonte I kam ndruar dritat këtu dhe I kam vendosur kështu. Shiko se sa të bukur po duken, tani janë ndonë pa edhe këtu snow dhe kështu si një winter dritat. Bukur po duken mirë shumë, edhe që të lampa apo bën dritë dhe ja ku është bredhi. Akoma nuk e kam larguar, akoma... Okej, tomorrow do t'ja filloj nga këtu për mi hikën edhe këtu edhe pastaj topat edhe lutlet edhe këtu lutlet tu na mi hikën e mi qu atje, kështu që edhe kështu të pra bredhi. Okej, kam haru qëto me hik, mama mia. Kështu që ja ku janë edhe me Befana Day, kështët dhe kështët, edhe një herë bredhim. Okej, bukur pra, edhe lampa këtu. Si dua, do shta të ndroj edhe dritën me marë tjetër edhe me vendosën edhe këtë pjesën këtu, se këtë pjesën këtu s'kam vendos asgjë. Lullën time e kam larguar atje poshtë, për shkak se ka fillu mu në të pësu edhe që ke që shtët, shkët sa bukur po duken këtu, Hogwarts edhe kjo këtu. Por e më bukër. Okej. Qështu të pra. Po e përfundoj.
Ja ku jam këtu, është vonë, është ora 1 e diçka. Shiko, i kam vendosur, okej, dritat e reja. Shiko se sa bukur po rokën, e vendosa të bardha dhe po rinë shumë shumë mirë. Kështu që ja ku jam dhe jam ma gjata shumë, kështu që jam duke shikuar filma dhe bredhi nuk e kom hek akoma. Akoma është këtu. Today ish edhe Befana Day, Epifania Day, prapë është ndalë uji. Situata shumë e keqe në qytet, uji ka përshuar në qytet dhe përsëri kemi mbushur uji. Okej, unë dua ta përfundoj edhe sonte videon time këtu pranë rrjedhit tim dhe kështu që të shumë. Okej, kjo është edhe tëra sa i përket edhe ditës së sotit me të 6-ën. Gjithë ju që i pëlqeni video mia, bëni like, bëni subscribe në për të gjitha video mia në kanalin tim në A Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.